braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë t'u themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetutshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kvorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje. Të dashur qytetar, e dashur mërgat, ditët e verës të ne janë edhe ditët e ardhjes suaj në vendlindje e pranë familjes. Ardhja juaj ka gjallëruar vendin dhe kjo vrehet në secilën komunë të Republikës. Mirë se keni ardhur e mirë se veni në dheun tuaj, ju dëshiroj pushime të këndshme. Të dashur qytetar, ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidentet e shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes e respektim të rregullave të komunikacionit, sikurse i bëj thirrje Policisë Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të çojnë në aksidente në komunikacion.